Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë me një recetë tjetër. Saganaqi me djathë, domatë dhe speca ullinj. Është një recetë shumë e shijshme. Fillojmë ta përgatisim. Do i vendosim të gjithë përbërësit në enën e baltës. Vendosim gjizën, sasia varet nga juve, unë kaq mendova të vija, mund ta vini gjithë pjesën e fundit të enës. Vendosim specat, jeshil, specin e kuq, që jep një shije të jashtëzakonshme, çdo lloj gatimi. Do të vëm 2 udhra të prera në copa, si po e presum. Do të vendosim djathin, unë e kam bërë në djathin në copa të vogla, ju mund ta vendosni edhe në copa të mëdha, pa problem fare. I vendosim pomodorinin, vendosim ullinjt, pak rigon, që ka një aromë të mrekullueshme, dhe spec djegës të bluar. Gjithashtu edhe vajin e ullirit. Do t'i fusim në furrë e parangrohur në temperaturën 200 gradë për 20 deri në 25 minuta. Ja ku i kemi gati, për t'i vendosur në furrë, i vendosim nga një borzilok, gjethe borziloku, dhe ku janë gati për në furrë. Ka mbaruar pjekja, ka mbaruar bërja, dhe ja ku i kemi gati një aromë fantastike këtu ku jam unë, në kuzhinë, super. E provojmë si na ka dalë. Po aromën e ka shumë të mirë dhe besoj se do të dalë në mënyrë perfekte. Është një recetë shumë e thjeshtë që mund ta përgatisni për festat e fundvitit. Përgatitet në çdo kohë, po edhe në festat e fundvitit me familjarët shkon shumë. Ja ku e kemi gati, recetën e kemi përfunduar dhe ju bëf të mirë. Dëshiroj që kjo receta t'ju pëlqejë dhe ta përgatisni. Mirë takofshim në videot e radhës dhe faleminderit shumë që më ndiqni.